10 vite pas miratimit të reformës në drejtësi duket se ka ardhur momenti që qeverisja e sistemit të drejtësisë të nisë jap llogari për arritjet dhe dështimet. Politikani që në emër të Partisë Socialiste udhëhoqi reformën drejtësi Fatmir Xhafaj nuk i kurseu sot kritika ndaj Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i cili raportoi në Komisionin për mbikëqyrjen institucionale. Se të gjithë thonë qeveria, po qeveria juaj askush i kërkon llogari qeverisë suaj. Po shqiptarë nuk kam se i kërkojnë llogaria sa qeverisë që është këteja. Për çështjen e stokut, për çështjen e cilësisë së hetimit, për çështjen e shkeljes së drejtave të njeriu, jeni ju qeveria. Ju jeni ju qeveria. Nuk janë ata. Jeni ju. Dhe ne jemi këtu edhe për ju dhe për ata. Xhafaj deklaroi se Këshilli i Lartë i Prokurorisë është një prej hallkave më të dobta të sistemit. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ndoshta mbetet një nga institucionet më të dobta të sistemit të drejtësisë në aktualisht në Shqipëri. Për shkak të faktit që shumë çështje që lidhen sot me sistemin e prokurorisë gjenerojnë nga vendimarrjet e vonuara, nga vendimarrjet të diskutueshme. Xhafaj replikoi me kryetarin e KLP-s, e cila theksoi se problemi më i madh në sistem janë vakancat e krijuara si pasojë e shkarkimeve nga procesi i vettingut. Kjo është një situatë që ju e keni ditur se ligji, kushtetuta dhe ligji kanë qenë aty. Keni qenë pa aftë të bëni llogaritë të kësaj natyre? Apo ka një lloj papërgjegjshmërie në trajtimin e këtij problemi? Për sa kohë që ju gjatë vitit kaluar keni kërkuar shkollës magjistraturës vetëm 12 kandidatura. Kur ju kishit gjithë mundësi të kërkoni 20, 24, 30 nga shkolla magjistraturës. Ju vetë, ndërkohë që keni rreth 100 ca vakanca. Ne kemi pasur debate edhe të forta për numrin e magjistratëve. Unë personalisht kam propozuar numrin maksimal të vakancave, por kjo qasje nuk u vlerësua nga Këshilli në shumicën e antarëve të tij. Reforma e drejtësisë u miratuar në 22 korrikun e vitit 2016 me 140 vota pro. Për shkak të procesit vettingut, i cili largoi nga sistemi një pjesë të prokurorëve gjyqtarëve, të gjitha institucionet e sistemit të drejtësisë janë ankuar në parlament për vakancat, të cilat sipas tyre kanë ndikuar në rritjen e numrit të dosjeve që mbeten pa shqyrtuar e në kohën e gjatë që duhet qytetarëve të marrin drejtësi.